E trijat, edhe Tajna, edhe Era, edhe Dafina kanë këngë internacionale që kanë dhezë nga Kosova gjithë botën. Se në njërë të kap ajo klisheja, ndërkombëtare që e përdorin këto edhe duket sikur është interesant. Po kur nuk e përdori edhe më interesant? Po, fix. Mendoj unë. Po. Ashtu arriti edhe aja, s'ketë thënë që nuk je si aja shumë gjithë kitë bota. Po, atë ka tekst shumë timid, ajo kur thotë që ku di unë, ideja është që e mlodhi veten, më në fund u bë. Po, se nuk je si ai edhe... U bë më në fund ajo që është... Dole mazi se ai... Jo, po ka një pjesë, veten e mlodha una, diçka kaq munda dhe me thënë që nga gjithë kjo stuhi, me zi mlodhi veten e vetë, kupton? Edhe gjithë kjo nga teksti, nga fillimi në fund, ngelet i pastër. Mendimi i thellë, ndjenja, jo mendimi, se tash më ndjenja shumë e thellë, ndjenja, teksti i pastër, edhe hieshia e femrës ruhet. Qofse femra fillon dhe këndon këto, jo bitch, jo fuck, siç kishte kjo Lady Gaga e tjerë, nuk është më ka diçka që s'shkon. Do të thënë, fillon një violencë për tu impozuar, për t'ju tregu tjerëve,